Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Siç e shihni, jam në një ambient të ri, jam në Kosovë për pushime. Dhe të dashur Bricjapër, do fillojmë leximin e juaj. Kam mbretin e gurit. Tregon në fakt stabilitetin dhe aftësinë që keni ju për ta krijuar atë, për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme dhe të sigurt. Kjo letër të thotë të mbështetesh pak më shumë te prakticiteti, të dashur, mençuria juaj dhe puna e qëndrueshme dhe mos u friksoni nga asgjë. Është një tendencë frikë këtu, bobos do ja dal, bobos do arri, bobo. Jo, të gjitha do t'i arrini. Mos u frikson nga puna, sepse ajo do të sjellë stabilitet. Ku po them nga puna mos u friksoj, mendoj në përgjithësi, mos u frikson nga gjërat. Sepse është duke ardhur një fillim i ri. Sado që jeni në një punë të vjetër, është një fillim i ri, aty mund atë punë të vjetër. Jeni në një rrugtim të ri, qoftë në jetën personale, profesionale apo shpirtërore. Bëhu kureshtar, mëso, ekspero dhe mos ke frikë që s'do ja dalësh, apo nga sfidat e reja. Asi i spiralës thot shumë, një ide re, mundësi, një pasion i ri po ndizet të dashur Bricjapër. Kjo është koha të veprosh me kurajo dhe të ndezësh zjarin në mbrëmshëm. Kjo letër të jep dritë jeshile për fillime të reja, apo dritë jeshile për punën që je duke menduar për t'i bërë. Tet ka shumë këtu më shumë punë, biznes, karrierë, më shumë e shikoj, mund të jetë në dashuri, por që janë të përgjithshme. Tet të gurit të dashur, e dim të gjithë që kjo është letra e përkushtimit, në fakt dhe mjeshtrisë. Asgjë nuk vjen pamund. Duhet të punosh fort, të mësosh të përmirësosh veten dhe të përkushtohesh. Në kuptimin asaj jo që nuk dim, por që zakonisht të bëjmë gjëra të ndryshe nga stresi i frikës se a do ja dalim. Ky është çelësi për suksesin tënd afatgjat. Pra të dashur Bricjapër, jeni në një fillim të ri me ide dhe energji të reja do ju vinë. Është momenti të mbështetesh tek aftësitë tua, të punosh me përkushtim dhe të mos dorëzohesh. Këtu nuk ka dorëzim. Përkushtimi, stabilitetit janë çelësi që do të çojnë drejt suksesit dhe rezultateve konkrete, që do të thotë super të mira, të dashur Bricjapër.